Pasha. Ludwig Karl Friedrich Detroit ishte një djalosh me origjinë franceze që ja mbathej nga shtëpia për t'u bashkuar ushtrisë osmane. Ai u konvertua në islam dhe mori emrin Mehmet Ali dhe më vonë titullin Pasha. Shqiptarët e njihnin dhe i kishin vënë nofkën Maxhari. Tashmë një ushtarak i lartë osman, ai përfaqësoi portën e lartë në Berlin, prandaj dhe u besua ky mision delikat. Më 19 gusht, Ali Pash Maxhari mbërrin në Prizren. I shoqëruar nga telegrafisti grek Sokrat Argiriadi. Populli e priti ftohtë, por garnizoni osman e priti me nderime. Më 26 gusht, Maxhari mlodhi anëtarët e lidhjes. Si i shprehu falënderimet nga sultani, ai u kërkoi atyre të mos ta kundërshtonin dorëzimin e Gucisë, pasi këto veprime ishin në dëm të popullit. Shqiptarët nuk kishin besim tek Mehmet Ali Pasha dhe me të drejtë. Ai kishte ardhur vetëm për një qëllim, dorëzimin e Plavës dhe Gucisë pa kushte. Mosbesimi u rrit pasi ata vunë re se Pasha i komunikonte me Stambollin në frëngjisht duke përdorur telegrafistin e tij grek që të mos kuptonin gjë shqiptarët. Takimi i parë dështoi. Pasha i kërkoi për të nesërmen një takim të dytë, në orën 3 të drekës. Kur erdhi ora, na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.